ne do t'i rikthehemi për të disa të herë ngjarjes së Voskopojës, ku një 18 vjeçar u gjet i varur në Pish, ku aso kohë u pretendua që ky i ri ishte vetvarur, por në bazë të provave që emisioni Stop ka bërë publike, gjithë çështja mori një tjetër dinamik nga prokuroria e Korçës, ku e klasifikoi si një vrasje. Fytyra duket në foto, maqja nuk është e mafioso. Këmbët janë në tokë, do thotë që gjithkush që vendosi kollare është i vetvarur. Unë do t'i hipi në pemë për t'u treguar 5 ekspertëve se sa shenja do të ngelen mua në trup nga kjo ngjitje. Në rastin konkret, pikërisht ajo për shërbali kyçyrjes së kufomës, nuk jam vërejtur pjesë rëshire në rrobat. Me aktin e ekspertizmës ne na kanë njoftuar që e kanë dërguar në Austri. Mi po neve me aktin e ekspertizmës nuk jemi dakord, ka shumë gjërat që neve nuk na përshtaten dhe kemi dyshime. Për arsye se ne shikojmë përgjigja që na ka ardhur, në çdo dokument që mund të bësh, duhet jetë me evull në çdo faqe. Ne faqet nga Austria na kanë ardhur pa vula dhe duam drejtësinë. Tash e vërteta, kush i ka dërguar, kush i ka bërë, ne vetë duam ta zgjidhim.